do t'ishte mirë që secili prej neve e posaçërisht me dhonë më shumë mesazhe dhe me përdor një diskurs politik për gjërat cilat na bashkojnë, si për cilat na ndajnë. A na bashkoj sot marshi? Mendoj që po, absolutisht, do të flasim edhe të marshi. Ajo çka po marsh është se popullit nuk mundesh me imponu asgjë përveç asaj që ai e dëshiron, është rrit, është kalit me të e që është flamuri kombëtar. Ti jo për të sfidu ty asa s'kën këtu, po ju keni qenë rej me siguri në atë kohë kur shqiptarëve edhe në për universitet, edhe në rrugë, edhe në stacionet e policijës, edhe në gjyqe, e në armatët jugoslave, ju kanë thonë që Kosova është projekti përfundum, autonomia, ju kanë thonë projekti përfundum, ja kanë marrë autonomien. Pra, ne në fakt kishim bërë shfrenim të patriotizmit, përveç shfrenim të patriotizmit do të bënim desh me krejt sakrificën e brezave të mëdhaj, e që është një brez i tërë prej Gjergjit e dejta dhe, jashari, pro llogarit sa shqiptari ka sakrifiku, ka rënë, ka vdek, ka mbajt burg, ka vdek në burg, është të rus, ka lonë familjes, ka lonë fmi, prej asaj epoke të Gjergj Kastriotit Skënderbeu deri Adem Jashari. Për mu, projekti i shqiptarëve përfundon vetëm kur shqiptarët janë aty ku e ka në venin, në atë hartën për cilë shqiptarët janë nda jo për kompromiset e veta, por për kompromiset e fuqive të mëdha, e për të cilat se cili prej neve e di se si edhe qysh ka rrjedh. Kosova edhe shqiptarët ku do që jetojnë andej, asnjëherë nuk duhet të pakte në diskursin e tyre politik ta mendojnë se i kanë projektet e përfunduara, përderisa kemi fqen që shqiptarët çdo herë duhet mundohen, investojnë edhe luftojnë për t'i parë sa më të ndarë. Nuk mundëm asnjëherë unë edhe as brezi jam, edhe qoftë i mallkuar se cili fëmijë jam, edhe se cili brez i këtij veni, e sidomos i imi, nëse hek dorë nga bashkimi kombëtar, një gjë që s'është as politike e as patriotike, se sa që është ajo që është natyrale. Pra, nuk kemi nda, edhe nuk kemi në këta kufi, edhe në këtë situatë, çfarë jemi për shkak të fajit tonë. Normalisht ne kemi faj në rrugtimin tonë për arsye se dikush ka bë kompromise, e dikush nuk ka bë kompromise, ka bë dëme, edhe këto simbole të cilat i kemi ne normalisht duhet punojmë për ta fuqizuar edhe forcu shtetësinë tonë, po asesi me i pranu këto simbole për cilat normalisht në ditë festash nuk është mirë për t'i thënë, po janë, si me thonë, edhe pak për shkak të mosgatishmërisë tonë për t'i dolë zot venit edhe atë. Sikur ne ta kishim vendosur vetë lirinë dhe çlimin e këtij veni, kishim vendosur për simbolet tona. Për këto simbole nuk është pyet askush prej popullit, pa kanë qenë kompromise. Po nuk do të thotë kjo që mos t'i nderojmë, mos t'i respektojmë. Po në pllakën e varrit të babit tim shënon një mbishkrim i vetëm. Shqipëria në rënd të parë. Në varrezat e shokëve të mi që kanë rënd, janë mbuluar me flamurin kombëtar. Jo me flamurin e shqiptarëve, është flamuri kombëtar, i cili përfaqëson shqiptarët kudo që jetojnë. Normalisht festat duhet na bashkojnë, duhet flasimi për ato të cilat na bashkojnë, janë ato që janë më shumë e janë pak të cilat na ndajnë. Ajo që na mbetet neve si brez, profesorit edhe neve të gjithëve, është që të punojmë që shqiptarët t'jenë të zot të krijimit të institucione, për një mend institucione që i shërbejnë vendit e kombit, institucione që përfaqësojnë gjithë shqiptarët, se për ndryshe him në hak të shqiptarëve të tjerë. Pra ne nuk e kemi bërsh këtu nga studiet televizive të krijojmë diskurs për të cilën jo him në hak shqiptarëve në Lugin e jo him në hak shqiptarëve në Ilirid, në Maqedoni, e në vizë të tjera kështu me radhë mos t'i përmeni.
normalisht pajtohem deri dikun me diskursin e profesorit në Zhmedin që thot që po Shqipëria le ta merr Kosovën. Në kushte normale, normalisht Shqipëria do dohej që të bënte më shumë, që të paktën jo në këtë strategjinë ose në këtë politikë bërjen e grushtave e të rajës gjoks për të punu për shqiptarët, po shqiptarët kanë shumë mundësi. Kemi një fjallor, kemi një gjumë, kemi një kulturë, kemi një flamur, kemi një gjak. Jemi shqiptarë. Ne mund... Zoti Krasniqi, si duket, realisht më shumë pjesa nga Kosova, ne shqiptarë nga Kosova, e dua më shumë bashkimin. Jo, pëse po thëmë që shqiptarët nga Shqipëria nuk e dua, por thjesht... Ku të ndërprejt Ardan, ku vetë fundit është një statistikë që në kumë po, që 2-3 vitet e fundit shqiptarët e Shqipërisë janë ata që më shumë e dojnë bashkimin kombëtar se shqiptarët e Shqipërisë. Nuk di, pëse është kriju kjo atmosfera që më shumë shqiptarët nga Kosova e duan. Për milon hapësirë edhe kolegët me këtu se kanë shumë për të kontribu në këtë diskutim, unë kam rrugtu shumë me tifozat Kuqezi. Edhe di se sa e dojnë gjithandej shqiptarët. Këto perceptimet më shumë në kriju për shkak të politikës. Mos harroni asnjëherë zëri qytetarëve nuk dëgjohet kudo që qeverisin shqiptarët. Pra as në Shqipëri nuk dëgjohet zëri vërtet i qytetarëve shqiptarë, qytetarëve të saj, as në Ilirit, në Maqedoni, as këtu, e përderisa ne fakt këto 5 vitet e fundit kemi jetu në një teren politik ku asnjëherë shqiptarët më shumë fuqi politike nuk kanë pas në rajon. Pra ke pas kryeministër shqiptar në Maltezi, ke pas kryeministër shqiptar për herë të parë në Maqedoni, kemi pas përfaqësim në parlamentin e Serbisë në Lugin, kemi pas këtu qeveri kuptohet përtesoj shumicës edhe atje, po asnjëherë nuk kanë qenë më të ndarë. Ajo çka neve na duhet me bon, edhe kemi bërsh me bon. Normalisht, ne kemi jetu në këto kompromiset tona politike. Unë nuk dua s'kën me sfidu, pa jam shumë i sigurt se cilin këtu po ta pyetësh këtë studio, edhe se cilin po ta pyetësh jashtë. Nuk e din kuptimin e himnit të Kosovës. Pra, as kolonën zanore të himnit nuk e din. E çka simbolizon himni? Ne kemi rrugtu në kompromis, ne kemi pranu si kompromis, po nuk do të thotë që nuk vjen një brez tjetër nëse Serbia e njeh Kosovën në një kohë të afërm, edhe ne kemi obligim që të krijojmë. Kosova ka nevojë shini që edhe kushtetuta e saj është një simbol. Pra po e shini se sa probleme tipi kemi edhe me kushtetutën e Kosovës. Për arsye të rrethona për cilat këto janë kriju. Pa e përmbyllim me këtë, po duhet punojmë fort të fuqizojmë institucionet tona, pra nuk është vetëm për ta, nuk është atë simbolike, ose nuk është kaq simbolike me vendos vetëm flamurin, qoftë kombëtar, qoftë të UÇK-s ose qoftë flamurin, jo pse ju keni vendos, keni bërë shumë mirë ndër, nuk është keni adresën këtu, po mendojnë përgjithësi, e ne nuk arrijmë me bën asgjë as për gjakun e derdhur, as për brezat, e as për ndërtimin e këtyre institucioneve.